në ambientet e Hotel Besianës jam, edhe tani këto momente unë kam një mysafir tjetër, cilin e kam sjell pikërisht në Podujev. E di që e dojnë krejt Kosova, e çmojnë për punën që e bën, por mbi gjitha Podujeva e dën shumë edhe ka respekt shumë të madh. Nusret Muqiqen. Përshëndetje Nusret. Hajde lavë, në zonë e unë, unë kam klasin se kam sjell në Podujev, po edhe u takove mirë me shoqërinë e vjetër, më duket. Po, këta janë shokët e mi më të mirë me të cilët jam rrit, shokët e mi vjetër, Sameti, me Viktorin, me Safetin, me Kret, me të cilët jena rrit bashkë dhe bone mirë edhe simpatire dhe mu taku dhe pse takohem shumë shpesh. Cili për juve po më tregoni na i sen kështu për Nusretin kështu na i kur u kun ma i ri. Ja, s'ka nevoj, Samet s'ka nevoj, kur që hesu. Samet, qka shkur, Samet? Shkur, carë më kanë rrët shkjetë para luftët, që qoj ke u falke. Ju e ke besë, shkoj ke u falke, në bazë do kohë e rrehen këto, edhe pe vetë që të shkuve e u falë edhe unë. Kalzoj baldë. A ka nevoj me ju në detaje tjera? Ja, s'ka nevoj, mos e ma pëllë, se sa të shkojsh ma nej, ves dalin edhe shumë sene. Janar për i dare, kam pas kanë gabuam, kanë qua, s'ka me bo, u shoj shumë, që ashtu shkoj kja u falë ke pan vetë. Po s'ka me bo, ata dullin në rehen, këto, si gjithmonë, se këto edhe këta mi kanë pas, ata i kanë pas në sy gjithmonë. I rehen, ta shka me bo, ata u të që me dalin, qytetën e Shkova, ta shliri, delin, s'ka problem. Po tani këta dullin male i nëzënën krejt. Mirë, mos i ma në hes, lëvë. Unë i mirë për pajtimin e gjaqeve. Po shumë. Okej, unë po kërkoj falje, po jo marrë pak ko, po jo marrë Nusretin për tavolinës, kthejet pas pak. Se unë po du, e di që i e kafen me shoqni të e pi, po unë po du me të përgatit kafen që është dijone ashtu. Falenderit, Lavi, edhe falenderit shumë që se veta as Viktorin, që se pyte kur gjë dhe Safetin, se këta kanë me folje edhe shumë ma shumë për mu, kështë që falenderit. Jo, po shkojmë, jes, ma mirë. S'ka nevoj, Jo, hej, a tu e jënë të nga këshyra ta në shpetë, që mi vetë këta e nalin. Okej, shkojmë. Vish pak, tash kjo, të kësha se me hy, me punu, e shankisit edhe kamarjerit, që vanë me konë me jakne, kështu. Qysh po një eshtë, s'pari? Po do këtë interesantu në me që... Normal, si gjithmonë 22 vjeqarë, falenderishëm. 22 vjeqarë? Po, falenderishëm. Okej, a kur njëtën temes ta kom përgatit kafen? Kështu? A din me po kafen? Që di pëse qatë emision që e kënë gjithë unë, a është... A din me bo kafe, mos me din me bo kafe një kafe me labin si kësha pas? Po që ata pëse e kënë gjithë këtë temen, një kafe me labin, bën kafet më të mira, shka? A e bën emisioni më të mira, kafet më të mira? Më falë. Ja kom nisë me bo kafet, i kom bo kafet më të mira, e mas andi, ja kom nisë me bo emisioni më të mira. Nëse del kafja si emisioni e pi, nëse jase. Garantoj kështu që kafja ka me dalë e mirë, për shkak se adin që shumë nuk ktheva në fillim të fillimit. Se më konë shankes e kamarjerë më konë punu, para se me punu në televizion. Shta shpedi për herë parë dhe këto mësova se më bi. Që? Jo, me një kusht kafen e pives nëse del i mirë si emision. Okej. Reklamë. Kamarjerë po thirrin edhe që atje krejt stafi, mi o qitë ka një kafe. Adën macchiato, adën kafe? Jo, kafe të shkurt, krejt. Kafe e shkurt, del super, del e shkurt është, macchiato është, s'ka është. Po se bab gjyqë të thike, kur i kom pi kafe për para, që këto kafet e shkurt, a jem që ka që e lejshëm unë fund, ma se i peshëm krejt kafe. Qërë mas. Sheqer, po. Ew. Hasha koronin e mirë të kudonë. Por që i bënë. Tu të na s'kena nevoj për më po dhjetë s'kena nevoj ish për lukri, s'ka nevoj. Jo e qeqer. Ja. Kena po se na zakonisht qajat
Edhe kafet i kna pi për para me lukë. Edhe njoni ka qenë, tha doktor jem shumë smur. Pse tha sa herë po pi kafe dhe qaj në podium, tha, pa më dhem qëtë. Pse tha po them që atë tha se nuk e di, tha veç kur po pi kafe dhe qaj, tha po më dhem gjithmonë që pjesë. Po që i qëllu dhe mjeku ka qëllu i podijevës, tha, edhe shka, kur të pish kafën, tha, edhe qajnë, tha i që ja lugën, të tare ka pi, shtu gjithë ka rrëpën lugën. Kështu që më ranë me hënë atë e lugën, mës të më dhem. Okej, provej kafen. Njerë, se s'ja nisi bisedës për e këqyrë kafen, se nëse është kafja e mirë, atërë të edhe emisioni është i mirë, edhe mu i më shku me emision. Që s'është kafja e mirë, atërë s'ka emision e kryu qëto. Qëtën tjetërin, qëtën nisë të një populore. Shumë e mirë, Labi, shumë që ndurë, falenderit. Edhe ato në podium në mësit kafe, Labi, falenderit shumë. është knasi, aq ma tepër kur jemi këtu, në sret po du më ndalë tek u takove edhe me shokët, ndërsa atë femirit që i je pase. Po më interesan me ditë paka shumë, si të përmendet Podujeva, çka të kujtare? Po, me të vërtet dina i lumëtën, tam edhe krenar që jam i këtij qyteti, jam i qytetit pra të Podujevës, i qytetit të artistit më të madh Avdosh Hasanit, jam i qytetit të sportistit më të mirë që ka pas populli shqiptar Fadil Vokrit, jam i lumëtën që jetoj në qytetin e herojt më të madh Zahir Paezitit, jam i lumëtën që jetoj në qytetin e këngëtarit mirënjohur Ismet Bugujevcit, ikonës tonë, po ashtu edhe futbollistit Fazli Ramës të Ndjerit. Prandaj krejt këto më bojnë të munije që kam jetu e femirin, dhe më thane kom kalu në një qytet që ka qenë shumë i pasën si nga sporti, kultura dhe edhe njerëz të mlajt të kombit. Edhe është i lumtur që është muqeq që kënoj krejt. Po, ajo, kuptohet, krejt të nëjë. Faktikisht fshatë im, fshatit Lapashtica e përmë, muna me thonë që 80% fshatit këndojnë, janë këngëtarë, krejt. S'po përmenin, me djel, me qika, me krejt, me veç nanat s'na kanë këndu, me të vërtet, për tjetë krejt këndojnë. Okej, në sret, e te që je i lumtur që je këtu, po sa shpesh vjen e viziton Podujeva? Po, ndodhe raste, jam shumë shpesh, me qenë se jam i lidhën, thash, shpetnisht dhe këtu kam kaluar rininë ditë më të mira. Vi shumë shpesh ndodhën ka njerë që edhe në ora 2 natës mbledhën me shokë veç i pirrum, masit marrë i dashnë kam ndodhë për shembull prej Prishtinë, prej Peje, kam baru dashnë, kanë qenë shokë këtu dhe kam marrë, kemi nej deri në mëngjes edhe. Sepse është ajo që dhe ditë më të mira, thash edhe njeri kom kalu këtë dhe ajo më banë që edhe këtu njëna mas mirë të shanë. Po njëri, guri rënë për shumë vënë vetën, kështu që edhe po, njëri jetë shumë ma mirë kur është në vendin e vetë. Pikujtojmë pak atë femirin, sendet ma interesante cilat kanë qenë, se këtu e ki pasë. Lab është e gotë se i kom po Shkort, pika shkort. Shka me thonë, ditë më të mira po thonë kanë qenë, dhe më thonë të femerisë të shkolla fillore, më kujtohet që në klasën e 2, mësuesin Adem Ajetin, i Ndjeri, i cili qysh atëre ka jetu që di me këndu dhe e dënë muzikën. Më kujtohet që kur u marrë në klasën e 2, dhe më thonë fillore, më shtike me kënu, këngë dhe ka pas herë që ka 2 orë, 3 orë, kina kënu të në kohën. Po flasë për klasën e 2 fillore. Është ajo që është qyteti i vogël dhe njihemi të gjithë njërin e tjetrin dhe është një kulturë shumë e mirë, një sinceritet. Është karakteristike kësaj ane, jo pse jam pjesë, po karakteristika mendoj, unë si karakteristika më kryesore është e kësaj pjesë është sinceriteti. Aq sa din, aq sa kanë, po e kanë gjithçka me sinqeritet. Prandaj këto më bojnë që më muni mirë. Po dole në qytet, tu ecë rrugës. Çka ndërmend diçka që ki bo ma herët? S'jam për televizion, vazhdo. Nuk jam. Para se më martu, sa herë e dashuru? Shkojna 21 popullore emisionit tjetër.
Nuk do në kur gjo? Zëmë më të Jo, nështë s'muna me thonë që mu dashëru si jem dashëru, nuk jem. Ma ato që jem dashëru kam të shpi. Është e vërtet. Ki qenë fëmi Halit? Jo, kam qenë shumë zonë si mirë. Jam shpalla dhe disa herë edhe në zonë si maj mirë i shkollës, edhe në shkollë fillore, edhe në shkollë mesme. Për që dim, dhe jem konë zonë si mirë. Jënë mirë? Edhe mu po vje mirë që ti po të vje mirë. Po s'mija? A janë zonë së matë mirë sot? Jo, nuk janë matë mirë se une. Jo. Edhe pse janë, nuk janë matë mirë se nuk du mu dërzu. Salvatrit e me një herë, edhe në thërë babën e. Nusret, kur jemi bashkë këtu, unë di që shpeshere, kur t'ka jep mundësia ka këndu për lapin. Po. Qa i gashem nëse organizohet diçka, edhe me thonë, okej, këtu jam. Po zakonisht për gjitha manifestimet që bëhen në komunë Podjevës, gjithmonë jam prezent. Mundet me konë naj përjashtim nëse muna me thonë vetë nëse nuk jam këtu. Mirë po 90% manifestimeve që bëhen jam në Podjevë. Edhe shtetërore do të thotë, po edhe private ahenjeve. Shumë. Sot kam përkra në fillimet e tua? Shumë. Unë muna me thonë se edhe është e vërtet që Podjeva është ajo që më ka pru aty ku jam. Qaqë sa jam. Por për krajen më të madhe kom pas prej Podjevës. Mbas andaj edhe Prishtinë. Por Podjevën e kom pas piknice që më kanë bështet edhe në të keqe edhe në të mirë. Për që ata i duhe edhe shumë. Okej. Pse duhet më ardhë dikush i Kosovës prej vendeve tjera në Podjevë, me vizitu Podjevë? Duhet më ardhë se është, si që ta që edhe më heret, nëse lypin sinceritetin është tu. është një vend i qetë. Kur thamë është vend i qetë, po nishna në bazë fakteve që vitin e kaluam, qyteti im është shpallë dhe qyteti me ma i qetë në Kosovë. Kjo ka qenë edhe zyrtarisht, pa probleme, pa kur gjë. Dhe mikpritja është vërteti kryesor i këtij qytetit. Me atë sa ka, dhe me atë sa din, të gjitha të qesin në tavolinë. Dhe është një karakteristikë që në këtë vend musafiri është i shajtë. Çfarë do t'jetë është i shajtë, sa është musafiri në Podjevë është i shajtë. Bukur. Çka duhet me vizitu mas partikullekt? Ku e kishe qurë? Ç'ke pikë është? Kudo që të qesh është mirë. Po është karakteristikë që e bën karakteristikë është edhe lumi që e kem lumin llap. Po ashtu i kem edhe pishat, i kem edhe liçeni i Batlavës që është një pasuni që na ka dhënë Zoti. Ai ka ditë ku na më dhënë, ja ka dhënë llapjan se janë më të mirë. Normal, kështu që falenderoj. Edhe gollak është ajo. E rrok pak gollak ato klena mirë. Unë përshëndes krejt qytetet, mirë po konga ime me preferuar si është me përshëndet krejt, është ajo krejt qytetet bofshin lum, veç Podjeva pak më shumë. E bukur. Fort lutem. Nusret, unë e di që po të rrim bashkë dhe po të flasim për Podjevën, atëherë kemi që të flasim aq më tepër me ty këtu ku jam, po atë shkon mendja na i herë që me thonë, okej, po kthehena me jetu pra Podjevë. Me gjithë shef isha këty. Pse s'po kthehesh po? Pse s'po kthehena, se i ka fëmijë nëpër fakultet atje ku më vën. Veç ajo se sa i përket mundi mirë rahat, unë ta them krejt Kosovën kudo që shkoj ndihem mirë po si në Podjevë jo. Këtu jam, nuk e di, me qenë se është qaj popull që më ka përkralë, qëta njerë që më kanë dashtë edhe kur e kom pas skeci edhe mirë gjithmonë i kom pas më rapa, me gjithë qef. E du shumë, edhe jem shumë i lidhën, edhe shpirtnisht, edhe me gjithë shka me Podjevën, kështu që mos me kanë që është puna e fakulteteve dhe disa gjana tjera të punës tonë që është për mbijetesë që Prishtina i ka, që i afron pak ma shumë që ato mundësi, për shpirtnisht ma shumë një në Podjevë. Okej. E fundit. Hajde. Sa herë përvlohet gjykimi i qajit? Shpejtonte. Në krahasim në Podjevë, kur kam qenë në Podjevë, është përvluhet 3 herë, po kish edhe ma shumë. Se për shembull në Meritën kur jam martu, kom tregu edhe një herë me Sadi kur jam martu, i kom thonë tash na llapjan ti kena disa tradita, tash na 3 herë në ditë pina çaj. Mas mëngjesi, mas dreke, mas darke. Atë që më ka thonë ai Prizren, Merita tha, te na tha, në Prizren nuk ishin gjykymat kur për ishporeti, kështu që kish edhe ma shumë që pinë qajnë se na. Po. Që kemi e thonë krejt atyre
cilët janë bashkë sot me ne këtë të tjere dhe që po qëndrojnë, po vazhdojnë me qenë, unë po dijem. Po më nën shikuzën? Shikuesve, po. Shikuesve, ta. Shikuesve, ta. Krenohuni me ato çka jeni. Mundohuni të punoni për qatë vend ku e keni fillu, e ke marrë bazën, mundohu të kontribojsh për qata njerëz të cilët kanë shtyt, kanë përkra, dhe vendlinja nuk harrot, edhe pse Kosova është shumë e vogël dhe unë jam kundër ndasive, jo kjo pjesë, ai rajon apo region apo mirë, po gjithmonë duke dashur vendin tënë i më i madh dhe më i mirë dhe kemi qenë gjithmonë shpesh në shratë. Unë po duroj gjithas të mirat, unë e di që sidomos shikuesit që i kam në për diasporë, ata cilët janë lapjan, e di që këtë të tjere janë do kënash me podijeve. Sigurisht ata kënaqen si të shohin emrin podijeve aty, dihet. Se është vetë emri tregon që këtu ka kënaqësi, ka sinqeritet, ka atmosferë, edhe ka shpirt bardh, edhe gjithë ato mirat që janë në podijev. Kështu që mos hezitoni, hajde sa më shpejt, më shpesh në podijev se të në të mirat jem këtu. Edhe keni që që thash edhe ma herët rahatin, më të madhe në Kosovë keni podijev. Zyrtarisht në është pallë qyteti më i qetë, mirë se vini ju presim me të në të mirat. Edhe Muskovsha unë këtu i kom shok që ju presim me të në të mirat, i kom vllazni lakën edhe jem edhe vetë. Mirë se vini në podijev. Unë po të falenderoj për zamërsisht, falenderit, e di që përpos që erdhe pjesë emisionit, e di që kime dalë bashkë me shoqni, kimo kënaqë një ditë të mirë të auroj. Faleminderit shumë. Edhe besoj që takohemi edhe i radhë tjera, pse jo? Patjetër, faleminderit shumë. Faleminderit televizionit 21 që keni ardhur, na keni vizitu, edhe respekt, edhe punë të marrë. Faleminderit shumë. Faleminderit shumë. Vazhdo të shoqënia, kurse unë përjetam shikuesve të radio televizionit 21 që mos u ndoni nga ne as pak për shkak se kemi edhe shumë çka për t'ju hapur tek ju. Qëndrojmë me ne. Vesh një jingle të shkurtër dhe shkojmë në diçka tjetër.